situatë e paprecedente dhe tronditëse po qarkullon orët e fundit në rrjetet sociale dhe në qarqet e industrisë muzikore. Menjëherë pas lajmit të hidhur për vdekjen e artistit të mirënjohur Shpat Kasapi, ka shpërthyer një luftë e turpshme për trashëgiminë e tij artistike. Burime të ndryshme bëjnë me dije se 10 persona, duke përfshirë profile false dhe individ që pretendojnë lidhje të ngushta me stafin e tij, po tentojnë të përvetësojnë kanale zyrtare dhe të drejtat e autorit të këngëve të tij hit. Sipas raportimeve të para, ka patur tentativë të shumta për të vjedhur këngët e papublikuara dhe projektet që artisti kishte lënë përgjysmë, me qëllim për t'i publikuar ato në emra të tjerë ose për të përfituar financiarisht nga klikimet masive. Fansat janë të revoltuar. Në shumë faqe fansash po bëhet thirrje që të raportohet çdo profil që kërkon të shes apo të shpërndajë materiale të Shpatit pa autorizim. Është e tmerrshme që në këto momente zije ka njerëz që mendojnë vetëm për përfitim dhe vjedhje të djersës së një artisti që la gjurmë në muzikën shqiptare, shkruajnë ndjekësit e revoltuar. Ekspertët e të drejtave të autorit paralajmërojnë se çdo tentativë për të vjedhur repertorin e tij do të ndiqet penalisht. Familja dhe bashkëpunëtorët e ngushtë pritet të nxjerrin një deklaratë zyrtare për të mbrojtur figurën dhe verën e tij artistike nga këta grabiqar digjital. Mbetet për të parë se kush fshihet pas këtyre llogarive që po kërkojnë të zhvasin pasurinë e lënë pas nga këngëtari i dashur për publikun. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit!